Jemi rikthyer të dashur miq në studio për të vazhduar që të flasim për autizmin, për ata të cilët janë të prekur nga ky spektër dhe mbi të gjitha për atë çfarë është bërë. Më duhet të përmend të ftuarit e mi në studio, kam kënaqësi që me ne në studio kemi zotrin Cen Krasniqi nga organizata Autizmi. Faleminderit shumë Cen që jeni sot këtu me ne. Faleminderit për juve. Kënaqësi të kemi me ne në studio dhe psikologën Bardha Gërdovci. Bardha, faleminderit shumë që jeni sot me ne. Faleminderit. Dhe në një lidhje të drejtë për drejtë më vonë do të kemi edhe zonjën Ema Skema, e cila është udhëheqëse e qendrës për shërbime humane dhe zhvillim në kryeqytet, ndërsa tani në një lidhje të drejtë për drejtë kemi kryetarin e Asociacionit të Komunave të Kosovës, zotrin Sazan Ibrahimi. Përshëndetje i nderuar dhe faleminderit shumë për kohën që po ndani sot për ne. Përshëndetje, unë s'pari kërkoj falje që nuk mund të jem në studio tuaja. Përshëndetje për ju dhe gjithë mysafirët që keni në studio. Të lutem, ne e qmojmë shumë faktin që në mesin e krejt angazhimeve po ndani edhe pak kohë me ne. Sazan, e di që je shumë i zënë dhe unë duhet kaloj drejt në temë. Po besoj keni pas mundësi të ndiqni deklaratat të cilat janë dhënë sot nga Ministra e Drejtësisë, në cilën thuhet që në fakt qeveria e Kosovës ka ndarë fonde për këtë pjesë të shoqërisë, diku rreth 6.3 milion për shërbime sociale dhe familjare. Por ajo thot, duhet ta them dhe ta përsëris se kemi shumë sfida në bashkëpunim me komuna. Kudo që kemi shkuar në vizita, në organizata që veprojnë në komuna në kuadër të Republikës së Kosovës, themi se nuk po mbështeten në raport me sfidat që i kanë nga komunat. Pyetja ime është kjo: a ka me të vërtet mungesë të mbështetjes në aspektin komunal, vendon se ka fonde dhe janë ndarë gjitha këto para, nuk janë komunat të gatshme të bashkëpunojnë me këto organizata dhe të dalin në ndihmë prindërve dhe fëmijëve të prekur nga autizmi, apo si shndron e vërteta? Po të bëj këtë pyetje sepse e di që jeni në rrjedha të krejtë asaj çfarë ndodh në komunat Kosovës. Po shikoni, unë pajtona me ministrin që nuk ka bashkëpunim, të sinqert. Mirë po është mirë me kërku fajin se ku qëndron problemi. Komunat e Republikës Kosovës janë shumë të hapura për bashkëpunim, këtë e kanë treguar në vazhdimsi. Mirë po niveli qëndror në shumicën absolute të rasteve, këtë gatishmëri të komunave nuk po e shfrytëzon. Jo vetëm në këtë aspekt, po edhe në aspekte tjera dhe në probleme të tjera. Ka takime të ndryshme, diskutohen problemet, ngriten çështjet nga komunat e Republikës Kosovës, mirë po zgjidhje nuk po ka. Ja tash po e ndërlidhi këtë çështje me ligjin për financa lokale. Shikoni se te ne kemi shprehjen faji gjithmonë është jetim, mirë po unë po tregoj tash një argument. Në ligjin për financat lokale, i cili është dashur të aprovohet në vitin 2022, sepse ka qenë në strategjinë legislative. Aty kërkesa e Asociacionit Komunave të Kosovës, ku kjo kërkesë ka bëruar nga komunat e Republikës Kosovës, ka qenë themelimi një granti të veçantë për shërbime sociale. Dhe drafti final, në të cilin kam qenë pjesëmarrës edhe unë në grupin punues, e ka këtë nen ku thuhet që Republika e Kosovës do të ketë një grant specifik për shërbime sociale. Ka shumë probleme në nivelin lokal. Gjithashtu edhe në qendrat për punë sociale, ne jemi në kontakt me drejtorët e këtyre qendrave dhe e dim që ballafaqohen me shumë probleme. Mirë po ka pas aktivitete nga niveli lokal. Jo vetëm për çështjen për të cilën po diskutojmë tani, ka pas edhe në fusha të tjera. Mirë po vetëm një gjë. Neve edhe kur ministria ka kërkuar nga komunat që të kenë angazhim më shumë sa i përket fushës së shërbimeve sociale, përgjigja jonë ka qenë: ministre, jeni antare e kabinetit të qeverisë Kurti, pse nuk po e shtyni përpara ligjin për financa lokale, ku në këtë ligj është i akomoduar granti specifik për shërbime sociale. Mirë po, a dini çka ka ndodhur në realitet? Ministri Murati, pas takimit cilën e kemi pas në shtator të vitit 2022, kryetarët e komunave dhe kryeministri Kurti, bashku edhe me ministrin Murati ka qenë prezent, gjithë një zëri, pa dallime partijake apo etnike, kanë kërkuar që ligji për financa lokale të procedohet për qeveri dhe për parlament për aprovim. Pas atij takimi, ministri Murati e ka tërheq projekt ligjin për financa lokale, ku është ende i akomoduar granti specifik për shërbime sociale, i cili do të ndikonte në mënyrë të drejtë për drejtë në përmirësimin e kushteve të punës të zyrtarëve komunal të qendrave për punë sociale, cilët nuk kanë as makina në disa raste, apo kanë mangësi të makinave, kushtet ku punojnë nuk janë komode,
kanë probleme të jashtëzakonshme të cilat komunat i dinë dhe i kemi adresuar përmes Asociacionit Komunat Kosovës. Dhe në këtë rast, neve si asociacion kërkojmë nga Ministria Haxhiu ta shtyjë apo ta procedojë ligjin për financa lokale dhe ju garantojmë që situata saj përket shërbimeve sociale nëpër komunat e Republikës Kosovës do të jetë shumë më ndryshe, me konotacion pozitiv. Pra thoni që një grant i tillë nga ana e qeverisë do t'u lehtësonte punën edhe mundësitë që komunat të bashkëpunonin më shumë me këto organizata në mënyrë që prindërit dhe fëmijët e tyre të kishin më të lehtë ta përballonin krejt këto çfarë në fakt duhet ta përballojnë çdo ditë. Patjetër, po apet po them, nuk është që komunat nuk kanë pas iniciativa, kemi komunën e Prishtinës, Gjakovës, Zvilonit, Graçanisës, ku kanë bërë sa do pak hapa në përmirësimin e shërbimeve, apo ka përmirësuar çësjen në hapësirat publike, mirë po me këtë nuk mund të themi që e kemi zgjidhur këtë problem. Mirë po, një përkrahje financiare, e cila është e paraparë në projektligjin final, të hartuar në vitin 2022, ku është në mënyrë specifike edhe granti për shërbime sociale, do ta përmirësonte jashtëzakonisht shumë situatën në qendrat për punë sociale dhe në përgjithësi do të ndikonte pozitivisht në shërbime sociale. Falenderoj shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë, zotëri Ibrahimi. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe një herë, kërkoj falje që nuk pata mundësi të jem në zyrët e juaja. Faleminderit. Të lutem, e kuptojmë. Dhe rikthehemi në studio për të diskutuar me bashkëfolësit. Ne thamë që do ta kemi në një lidhje të drejtë për drejtë edhe zonjën e Maskeja për ta pasur edhe këndvështrimin e asaj çfarë bëhet në pjesën, nëse mund ta themi, private të organizimeve, të aktiviteteve dhe qendrave të ndryshme të cilat funksionojnë në kryeqytet. Zotri Krasniqi, do doja të filloja me ju. Si do ta komentoni një deklaratë të tillë nga Ministri i Drejtësisë dhe në të njëjtën kohë këtë që sapo na tha zotri Ibrahimi, në faktin që ka një mungesë komunikimi nga niveli komunal me atë institucional, në mënyrë që jeta e prindërve dhe fëmijëve të cilët janë të prekur me spektrin e autizmit dhe jo vetëm, edhe shumë problematika të tjera që lidhen me këtë pjesë, të ishte më e lehtë, sepse në fakt kjo mungesa e komunikimit barën e mbani ju, apo jo? Sigur që ne mbartim ne, unë nuk kisha mujtë fort me hi në aspektin politik dhe organizativ tyne. Thjesht po flasim për atë se si është bara ka që rëndë për ju. Bara është shumë e rëndë në të prind, po sa që është të komuna tjera, apet Prishtina i ka disa organizata ka mirë, komuna tjera që ndrojnë mjaft keq sa i përket organizimit apo trajtimit të fëmijëve me autizëm. Po e sigur të është këtu që qalon që i bashkëpunim, edhe ka i herë mungon mos thëmë vullneti bashkëpunimit, edhe që ne gjdo herë pra po thëmë jemi mundu me qenë apolitik që mos me u favorizu dikush në krahasim me tjetrin, por neve shumë në brengos kjo, kur ka i herë kur e shofim që për çështje politike, ata me zveti në mbesim mrapa. Kemi pas rast edhe për para mos thëmë edhe në kuadër të komunës e Prishtinës, kur një parti ka propozu diçka, kurse tjetra nuk e ka votu, jo që së kone mirë, por vetëm se ka propozu partia konkurente. Kështu që na jemi viktime këtyne rasteve. Kaq, e qartë, mjaftushëm. Mirë, unë do doja që në vazhdim të kishim një rrëfim të cilin për ne ka realizuar Erioni, është një rrëfim që na prezenton me Uranin dhe zonjën Hatigje, dy personazhe shumë të dashur për publikun, ata na flasin për dashurin që ka Urani për shumë lloje të arteve dhe në të njëjtën kohë zonja Hatigje na flet për sfidat dhe dashurin pafund që Urani i dhuron dhe sfidat nëpër të cilat ajo ka kaluar që ai të ketë një arsimim të dur dhe të plotësoj gjitha ëndrat e tij dhe më pas ne do të kthehemi që të vazhdojmë debatin. Kjo është Hatigje Krasniqi, nëna e Uranit, një djalosh i jashtëzakonshëm me shumë talente. Hatigje është vetëm njëra nga shumë nëna e cila ka luftuar dhe vazhdon të luftojë shumë për një jetë më të mirë për të birin e saj, i cili është i prekur me spektrin e autizmit. Sa i përket Uranit, do të thotë vështirësitë janë bukur të mëdha. Urani do të thotë me kalimin e viteve dhe se po kalon në adoleshencë, tash do të thotë është 10 vjet e gjysmë. Kështu që tash do të thotë i kemi dhe sfidat, pothuajse jemi në ato fazat e para. Për shembull kur Urani ishte si fëmijë, do të thotë
arritëm sepse kishim mundësi, do të thotë, dhe kishim bashkëpunëtor me ka të punojmë, do të thotë, në shoqat punohet me fëmijë prej moshës 2 deri në 14-15 vjet. Mirë po, sa i përket pjesës të Uranit, është pakës më e vështirë sepse Urani tashmë që e ka përfundu librin që punohet në qendër. Pothuajse për momentin do të thotë që në vitin e fundit Urani ndjek trajtimet në një qendër tjetër, në shoqatën Z, në ku aty do të thotë merr aktivitete terapi muzike, ose piktur, ose bashkëbisedim, do të thotë janë këto aktivitetet që thjesht Urani ka nevojë të zbërthejë më shumë. Sa i përket vështirësive, do të thotë janë këto që ndoshta për adoleshent ka shumë pak aktivitete, mos them se nuk ka fare. Edhe është Urani do të thotë është një fëmijë pak më i avancuar, që thjesht po e gjejmë veten, është edhe në shkollë, është me program të rregullt, kështu që i lehtësohet dhe nuk ndin ndonjë mungesë pse për shembull e ka ndërprer qendrën. Por të marrim fëmijët e tjerë që kanë ngecje më të madhe, atëherë për ata fëmijë do të thotë shkolla është, siç e dinë gjithë, do të thotë nëpër shkolla hasin në shumë vështirësi, hasin në shumë keqkuptime, prindje ka të pamundur ta paguajë një asistent për ata fëmijë, që është e domosdoshme të jetë asistenti. Do të thotë shkolla shumë pak ofron asistent individual, do të thotë që shkolla ka një ekip të psikologëve, mirë po ata nuk janë të përkushtuar 100%, mund të jetë vetëm 1 orë ose ndonjë spaku sa unë jam në Dioni. Do të thotë nuk është komplet t'i kushtohet një fëmijë 100%, sepse siç dihet numri i fëmijëve me autizëm veç se po rritet edhe nëpër shkolla, pothuajse mos them ndoshta çdo klasë, po çdo e 2-ta e 3-ta klasë ka fëmijë me autizëm ose me nevoja të veçanta në përgjithësi, kështu që kjo e pamundson që ai ekip që gjendet brenda shkollës të jetë i përkushtuar 100% për ata fëmijë. Por, përkushtimi i saj nuk kufizohet vetëm te djali i saj, ajo është një asistente në një organizatë për autizëm, duke ndihmuar edhe shumë fëmijë të tjerë me nevoja të veçanta. Shkolla Prent Jakova do thotë i ka dyert e hapura për fëmijët me autizëm ose edhe për të gjithë fëmijët e tjerë në nevojë. Unë tash viti i 5 pothuajse është që unë do të thotë jam pjesë e shkollës, unë jam asistente e Uranit në klasë. Do të thotë ashtu siç është mësuesja, do të thotë unë jam aty për sadopak Urani her pas here i ka disa kriza brenda orës, ose është i emocionum, ose kur ka pikën e re heziton, pastaj nëse veç do të thotë i ka këto kriza, Urani ta tregon i tregim, ose thjesht me ik asaj, që të ishte vetëm mësuesja do të ishte vështirë, na si prend do të thotë me qëndrim të vazhdueshëm me Uranin, i kemi mësuar ato vështirësitë dhe saktësisht e dim cilën sjellje për çka e bën. Ku është Hatigja është edhe Urani. Ai është një shembull frymëzues i forcës dhe pasionit, duke treguar se autizmi nuk është një pengesë për të ndjekur ëndrat. Urani ka një dashuri të madhe për muzikën, veçanërisht për pianon, dhe talenti është i mahnitshëm. Por muzika nuk është vetëm një fushë ku ai shkëlqen, edhe leximi është një tjetër pasion i madh i tij, duke i hapur horizonte të reja. Uran, unë e di që je një djalë shumë i talentuar. Do më tregosh cilat janë ato gjërat që ty të pëlqejnë më shumëte? Aktivitetet në kohën e lirë, muzika, edhe leximi, po edhe t'i bëj detyrat në kohën e lirë. Uran, të pëlqen shkolla? Më pëlqen shumë. Cila është lënda jote e preferuar në shkollë? Gjuha shqipe. Para se të kishim intervistën, ti më promisove në disa fjalë dhe më vëlla shumë përshtypje. Cilat janë disa fjalë më të huazuara që ne i përdorim më shpesh? Më la shumë përshtypje kjo gjë. Fjalët dyqan dhe farmaci, po ashtu edhe fjala ambient. Edhe janë zëvendësuar
fjalët shitore, barnatore dhe mjedis. Momentin e parë që ka marrë me taku, ty e pash pianën. A të pëlqen të luash në piano? Po, Kalon shumë kohë duke luajtur në piano? po, sidomos të shtunën dhe të dielën, nëse nuk gaboj. Pas intervistës, Urani na tregoi edhe një tjetër ëndër të tij që pak e kishim ditur. Një tjetër dëshirë e Uranit më surprizoi. Uran, përpos muzikës dhe shkrimit, mbas kamerës tim the që ke edhe një dëshirë tjetër. Po, e kam dëshirë gazetari. Po ti do të vish në Radio Televizionin 21 dhe ta provosh se si është të jesh një gazetar, ta shohësh si punojnë gazetarët, si thua të vish ta shikosh pak ambientin. Po, edhe unë kam mësuar në klasën e 4 se si mund të bëj intervistë, duke marrë një shembull, intervistë nga dy aktorët kryesor të filmit Shok, Lum Veselin dhe Andi Bajgorën. Po ti që ke gazetar me përvojë mëre, atëherë shihemi në Radio Televizionin 21 edhe ta shikojmë si është të jesh gazetar. Po, mos e humbisni intervistën e javës që vjen. Rikthehemi përsëri të dashur miq për të vazhduar që të flasim për autizmin, për atë çfarë është bërë në Kosovë për të prekurit nga spektri i autizmit. Po e përsëris edhe një herë, kënaqësi që kemi zotrin Cen Krasniqi nga OJQ Autizmi, Bardha Gërdovë si psikologe, dhe në një lidhje të drejtë për drejtë kemi edhe zonjën Ema Skeja, e cila është udhëheqëse e qendrës për shërbime humane dhe zhvillim. Përshëndetje Ema dhe faleminderit shumë për kohën që po ndan për ne. E di që ke pretur pakës më shumë se që kemi planifikuar dhe të kërkoj ndjesë për këtë. Pa merak, të lutem Edona, faleminderit fillimisht për ftesën. Përshëndes shumë profesorin Cen aty që është dhe po ashtu përshëndes dhe Bardhën, kolegen time. Do doja e dashur që të vazhdoni me ju. Unë e thash që ju drejtoni njërin prej qendrave që është më të frekuentuarat në Kosovë, do të thoja jo vetëm në kryeqytet, dhe e di që keni bërë një punë shumë të madhe dhe vazhdoni ta bëni në të mirë të shoqërisë. Nga puna që ju bëni, nga takimet që keni me prindrit dhe fëmijët e prekur nga autizmi, në këtë përvojë shumë vjeçare, cila do të ishte sfida më e madhe që ju e silsoni si profesionistë e fushës dhe si drejtuese e një qendre të tillë në këto vite në Kosovë? Edona, sfida më e madhe për momentin është, si që dhe përmenda edhe parafolësit tanë si që cekën, por po ashtu edhe në storjen në të cilën e kishit prindje ka cekë shumë qartë këtë pjesën. Sfida më e madhe përveç që është të gjindemi, të gjejmë një ekip multidisciplinar ku të trajtohemi, kjo është vetëm një çështje, por çështja tjetër janë asistentët përcjellës nëpër shkolla, sepse ideja kryesore është që këta fëmijë të kenë asistent përcjellës në shkolla, të cilët do të kenë nevojë të inkuadrohen më lehtë në aspektin social dhe të kenë mundësinë të jenë edhe qoftë në mësimdhënie dhe qoftë në socializim, të kenë një qasje më të drejtë për drejtë. Por në këtë rast nuk ka mjaftueshëm, shteti jon akoma nuk ofron mjaftueshëm mësues mbështetës për secilin fëmijë individualisht, gjë që kjo po e vështirëson shumë dhe plan programin e punës së fëmijëve. Nuk po flas vetëm për institucionet shkollore, por po flas dhe për kopshtet gjithandej, sepse ne ideja është intervenimi i hershëm dhe bëjmë thirrje të bëhet intervenimi i hershëm në çfarë do çrregullimi, por aq më tepër kur është fjala për autizmin. Nëse ne po flasim për intervenimin e hershëm, atëherë duhet të filloj që në moshën 1 vjet e gjysmë 2 nëse ka simptomatologji, por një fëmijë duhet të jetë dhe pjesë e kopshtit. Për të qenë pjesë e kopshtit dhe për të funksionalizuar procesi i socializimit në kopsht, këta fëmijë duhet të kenë dhe mësues mbështetës të cilët do të inkuadrojnë këtë fëmijë, të largojnë nga stereotipitë të cilat kanë, të largojnë nga fiksimet ku mos shkojnë të rinë në një qoshtë të dhomës, por të vinë të inkuadrohen së bashku me edukatorët, me bashkëmoshatarët e tyre. Dhe në këtë rast duke pas parasysh që numri i madh i nxënësve nëpër klasa e pamundëson forcën e mësueses apo edukatorës për ta inkuadruar atë fëmijë, kërkohet që fëmijët të kenë afër vetes dhe përcjellës. Andaj unë mendoj që sfida më e madhe është dhe kjo, sepse shpesh vinë dhe prindë dhe më kontaktojnë për idejen që a mund të gjejmë ne asistent ndihmës ku fëmia tyre të ketë me vete dhe në shkollën e tyre. Edhe pse kërkojnë privatisht ata, është shumë vështirë të gjenden sepse duhet të kalojnë në një proces
praktike, në proces shkollimi, do të thotë, për momentin unë e shoh që një problematike madhe është mësuesi mbështetës. Zotri Krasniqi, nëse do të ktheheshim në kohë, ju keni djalin që është i prekur me spektrin e autizmit, ai ka 20 vjet, ylli. Nëse do të kthehemi në kohë dhe të bënim një rikapitulim të krejt asaj çfarë ju bashkë me yllin dhe bashkëshortën keni kaluar, mund të themi që çështja e procesit të mësimit ka qenë prej më sfiduese, fakti që financiarisht, por emocionalisht, e shumë aspekte të tjera janë të ndërlidhura me këtë pjesë dhe në fakt, ashtu siç e tha edhe Ema, është një prej sfida më të mëdha të prindërve që duan që fëmijët e tyre të trajtohen njësoj në shoqëri, të marrin mësimin njësoj në shoqëri, pra të kenë një vend të merituar në këtë shoqëri që ka shumë sfida e probleme të ndryshme. Faktikisht shembulli im privat është shumë pozitiv, është afirmues, kom pas fat që e kom qenë në shkollën Ismail Qemali të mësuesja Suzana Ymeri, e cila edhe i ka përgadit fëmijë tjerë dhe prind tjerë, i ka para përgadit për sfidën dhe për 8 vite kanë kalu shumë mirë dhe me të vërtet, unë edhe sot mburna edhe me të arriturat apo mësimin e yllit në kuadër klasës që ka qenë i dashur, po lirish mu me thonë që edhe ylli ka kontribu në klasën e vetë, në humanizëm dhe në ngritjen e fëmijëve, vedisimit fëmijëve, aq shumë sa ka pas raste që fëmijët vetë janë organizu me sensibilizu për 2 prille për krejt këto. Kështu që rasti im Por jo të gjithë kanë pas fatin e yllit. Aty dasha me dalë, unë dasha me thonë që bukvalisht kur donë mundet, kemi rastet mira si që është rasti im. Por si udhëheq në shoqat, këm pas rastet trishtuese të organizimeve, të bojkotimit të tyne, të mohimit të tyne, të izolimit të tyne. Kështu që thjesht shumë ma shumë kanë qenë këto raste, që ka i herë ka kalu edhe në absurd, apo rastet, tash ndoshta nuk di kon me fajcu, por rastet kur është kundër një fëmijë, mësuesja e cila është frigu që nuk din me trajtu, i ka organizu prind tjerë që të jenë kundër atij fëmijët. Nga ana tjetër, disa prej prindve nuk kanë mundësi me pagu asistentin privat, si që kom pagu une, apo shumica prej prindve, kështu që ajo ka qenë sfidë plotësuese, prindi kërkon me qu atje, fëmiu duhet me cek edhe këtojnë, se nuk janë bashkë të gjithë fëmijët apo të gjithë personat për këtë qasje. Duhet me ditë gradualisht me hi në shkollë, gradualisht më mësu dikpur me 1 orë, 2, nuk është e thonë me zorë. Pra ka ndryshime sa do pak në këta aspekt, nëse do të bëni një... Ka, me ato që po dëgjojmë ka se në gjdo ditë, në dita ditës për rritit vedisimi për këto, por unë mirësh ka rase që prindi insiston e që në thmin mos të mrena klasës edhe thot, s'keni qare pa e majtë këtu. Nuk shkon asë në ajo mënyrë. Prandaj duhet me këshyr me gjithë kompromis mes tamon shkollës dhe mësuesës, si dhe prind të krynë obligimin e vetë anën tjetër. Bardha, dua të ndërlidhem të kjo që e përmendi zotri Krasniqi, mohimi, izolimi. A është krejt kjo si pasoj e mos pasjes së informacioneve të dura, sa i përket autizmit, sa i përket fëmijëve të cilët janë të prekur nga autizmi, sepse nga njerë, nga mosdia, ne bëjmë edhe gabime të cilat në fakt u avështërsojnë jetën të tjerëve. Po, duke marrë parasysh që janë që një kohë disa vite kyçur në këtë profesion, por me rikthimin tim në Kosovë, se unë kam jetu edhe një kohë gjatë jashtë Kosovës, e kam vrejt që ende kjo stigma e mos akseptimit të qenëve ndryshe nga rrethi, edhe i penalizon, nëse mund të them ashtu, edhe fëmijët. Në atë aspektin, sepse prindërit prej frikës që mos po i paragjykon dikush fëmijët e tyre, atëherë edhe tentojnë të i fshefin. Edhe të paraqiten sikur se nuk kanë ndonjë çrregullim, por dhe normal, mos informimi i duhur nga profesionalistët e kësaj fushë, ose nga studimet në këtë fushë. Por unë pak po ndërlidhem edhe me këtë që kam gjithmonë qejf ta japë një mesazh që autizmi nuk quhet smundje, është një çrregullim neurologjik i cili i bën fëmijët ndryshe. Janë të veçantë, por nuk mund të quajmë smundje. Edhe siç e thekë dhe zotri Cena, ata kontribojnë në rrethin tonë, në atë mënyrën e vet unike, ku edhe fëmijët të tjerë vedisohen. Kështu që në këtë rast edhe prindërit si prind nuk duhet të ndihen
dhe më thanë sistemin e popullor që në siklet për fëmijën e tyre, por të jenë krenar dhe të mburrë me këtë edhe mos të amshehem. Sepse derisa ata i pranojnë, më pas edhe të tjerët e kanë më lehtë. Fiks. Kur fillon pranimi tek prindërit, tek familja e para, normalisht ata janë të parët që ndoshta e vrejnë ndryshimin tek ata, ose ka edhe raste që nuk e vrejnë për shkak të mos informacionit, por në atë moment që ata akseptojnë fëmijën e tyre dhe kërkojnë ndihmën profesionale, atëherë nuk duhet të jetë edhe problem. Unë do doja që ta vazhdonim diskutimin edhe me Emën edhe njerë. Ne përmendëm disa herë që janë disa qytete, Prishtina, Gjakova, cilat qytete, ishin edhe disa qytete tjera të cilat në fakt kanë mundësi që fëmijët të marrin shërbimet e duhura, shërbimet e nevojshme për të trajtuar, për të pasur ato gjërat që atyre ju nevojiten. Dhe në munges të këtyre qendrave ose institucione shtetërore, prindrit detyrohen që fëmijët e tyre t'i dërgojnë në për institucione private. Ema është udhëhecë njërës prej këtyre institucioneve të cilin ne e përmendim. A ka dallim shumë të madh Ema prej shërbimeve që ofrohen në institucionin që ju drejtoni dhe asaj çfarë ofrohet nga institucionet shtetërore, të themi në kryeqytet, eventualisht në disa komuna tjera që kemi diçka të organizatave jo qeveritare që bëjnë këtë drejtim? Po, duke pas parasysh që për momentin shërbimet të tilla nuk jipen në institucion shtetërore, por vetëm nga organizatat jo qeveritare, atëherë ne mund të themi që në mungesë të kapacitetit për të mbëri numrin e madh të këtyre OJQ-ve, ka qenë kërkesa gjithmonë që të krijohet një staf multidisiplinar, një qendër në të cilin mund të inkuadrojmë shumë llojshmëri të shërbimeve dhe çfarëdo nevoje që kanë fëmijët. Nëse ju më pyetni a ka dallime në shërbim, sigurisht që unë nuk gëzoj një gjë të tillë ta them, sepse unë mendoj që ne ndjekim një hap të njëjtë për të mirën e fëmijës, për bashkëpunimin prind-fëmijë, për të krijuar një raport të duhur në mes të shkollës në të cilën është fëmia, në mes të prindit dhe në të njëjtën kohë të dimë që fëmia dhe qëllimi kryesor duhet të është arritja e fëmijës. Por nuk mund të jap një përgjegjësim në këtë pjesë. Po sa i përket aspektit financiar, Ema, sepse ka në publik një bindje që nëse e dërgojnë në një qendër private, është shumë e kushtueshme, mund të jetë ndoshta shumë më e mirë, por është më sfiduese. Si qëndron e vërteta në këtë pjesë? E vërteta qëndron që nuk ka dallime të mëdha për momentin, për shkak se aktualisht të gjitha shërbimet kanë arritur në një ngritje të çmimeve për shkak të gjendjes aktuale financiare, inflacionit dhe luftës e cila është shkaktuar nga Rusia dhe e dim që rritjet në secilin çmim kanë treguar një progres të madh. Tani më dhe ngritja e çmimeve dhe nëpër OJQ në trajtimet e tyre ka bërë që të jetë një dallim shumë i vogël mes të këtyre institucioneve. Ka raste kur prindrit për shkak të problemeve financiare detyrohen që të ndërpresin fëmijët nga marrja e shërbimeve që ju ofroni në qendrën tuaj dhe si ndikon krejt kjo në fakt në këtë rrugtimin drejt të themi një pavarësimi të këtyre fëmijëve? Do të jem shumë e sinqert në këtë pjesë. Në momentin që drejtohen prindër për të marrë shërbimin dhe për të kuptuar rreth shërbimeve që ofron qendra jon, unë duke e përshëndetur nga këtu doktoreshën Mimoza Shahini, sepse ne jemi dy udhëhecë në këtë qendër. Për momentin mungesa e saj është tek ne, por shumë shpejt do të na kthehet në rrethin tonë dhe e përshëndet shumë nga këtu. Duke i uruar një shërim sa më të shpejt. Ideja është kjo, Edona, në momentin që ka ardhur dikush dhe ka kërkuar ndihmë, gjëja e parë që ka bërë doktoresha Mimoz dhe unë po i përcjell hapat e saj janë që ta informojmë që ekzistojnë qendrat dhe OJQ të cilat mund të ju japin shërbime. Dhe duhet të interesohen fillimisht nëpër këto qendra. Nëse ata nuk mund të përshtaten në orarin, në lokacionin, çkado që është tjetër, ne jemi shumë të hapur. Në momentin që shohim që me të vërtetë ka prindër që nuk arrin për shkak të gjendjes financiare ta përballen me një gjë të tillë. Por, në anën tjetër, gjithmonë i japim dhe informacionin që shteti ofron dhe ndihmë për këta fëmijë, duhet të shkoni të drejtoheni në institucionet në të cilat do të marrin qoftë diagnozë, qoftë identifikojnë problemet e fëmijës. Dhe nëse hyn në kategorinë e një fëmije që mund të marrë ndihmën nga shteti, që i takon më herët ishte 100 euro dhe më pas 120 euro, i japim dhe informacionin e tillë në mënyrë automatike. Dhe thotë, mundohemi të jemi, nëse drejtohet dikush drejt për drejt tek ne, të jemi qendër burimi për të qartësuar atyre dhe shërbimet anën pamë. Por, a ka prindër që për shkak të financave dhe ndalen? Sigurisht që po.
Dhe kjo nuk është pak, po në secilin çfarë ekziston. Cilat janë pasojat e krejt asaj që vije pas ndërprerjes së këtyre seancave, sepse është një rrugtim i cili qoftë edhe një pengesë vetme po ta kemi, do të ndikojë në krejt ato çfarë në fakt është bërë për vite të tëra. Unë nuk po kam shumë përvoja të ndaj me ju, sepse në momenti që kemi pa që kemi prindër që kanë hasë në vështirësi financiare, o kemi drejtuar tek qendra autizmi, o kemi bërë zgjidhje për të Çfarë ndodh me kërkuar. fëmijët kur ndërpresin këto shërbime? Nëse mund të themi Këtë kështu, dua të di. ajo është, ne zakonisht themi që edhe puna e punuar shpeshherë mund të shkojë dhe dëm, sepse kërkojnë konsistencë. Konsistenca është gjëja kryesore për trajtimin e fëmijëve me autizëm. Pa marrë parasysh institucioni, vendi, lokacioni, qoftë në Kosovë, qoftë në Amerikë, kudo që jemi. Konsistenca është baza e mirëqenies së një fëmie për trajtim. Ema, të falenderoj shumë për kohën që ndave sot, zot Mene. Zotri Krasniqi, do doni që të ndërlidheshi me krejt këtë çfarë diskutuam? Mirë shoqatat po miren edhe me trajtim. Mirë kishën shteti mi pas institucionet e veta ku bohen trajtimi mirëfillt, mos të më dhe pa pagesë, po neve shoqatat në mungesë të shërbimeve të tilla pranë shtetit kemi kriju grupacione, mos thëmë, kemi arsimu, kemi eduku terapist në këtë nivel që kemi sot, por mirësh neve pagujmë shërbimet. Prandaj, të ne me përjashtim të disa rasteve sociale të cilat i mbulon do një projekt i caktuar, neve na jemi të obliguar mi pagu shërbimet, se shërbimet e tyne janë shumë shtreta se punohet një terapist një fëmijë. Prandaj mundet një me paramendu sa duhet me kushtu. Edhe shumë prej prindve, përkundër që përshkruhet që është mirë 8 orë me punu, ata kufizohen në 1 orë, 2 apo 3, sa kanë mundësi me mbulu që ato shpenzime. Mirë, do të duhet të ndërprej, sepse nga ka 1 minuta dhe unë du pa tjetër që cjellim rrëfimin e Yllit. Ylli bashkë me nënën zonjën e zotrit Krasniqi kanë qenë sot pjesë një aktiviteti që është bërë në shesh për të shënuar këtë ditë, dhe më pas do të kthehemi që edhe një herë të flasim dhe ta përmbyllim këtë bashkëbisedim, të cilin po dedikojmë ditës botërore të autizmit. Në ditën botërore të ndërgjegjësimit për autizmin, sheshi i Prishtinës u mbush me fëmijë, prindër, mësues dhe aktivistë, të cilët u bashkuan në një aktivitet sensibilizues për të përhapur mesazhin e pranimit dhe mbështetjes ndaj personave me autizëm. Në këtë ngjarje domethënëse morën pjesë nxënës nga shkollat e Prishtinës dhe organizata të ndryshme që punojnë për të drejtat dhe mirëqenien e personave me nevoje të veçanta. Gjatë aktivitetit, patëm rastin të takojmë zonjën Fitnete Grabovci Krasniqi, nënën e Yllit, një djalosh 20 vjeçar, i prekur me spektrin e autizmit. Zonja Fitnete ndau me ne përvojën e saj si nënë një djali me autizëm, duke folur për sfidat dhe për kushtimin që kërkon ky rrugtim i përbashkët. Po, vështirësit jam mjaft mëdha, ka qenë shumë ma vështirë për para, tash kohët na po ndryshojnë edhe po shpresojmë që ka më bëu edhe më mirë. Unë personalisht po foli për rastin tim, Yllin e kam tash është veç i rritur, i ka 20 vjet. Duhet sa më shumë kisha bu apel shoqërisë t'i marrim këta persona, fëmijë ose adult të rritur në gjithë përfshirje, t'i inkuadrojmë në çfarëdo aktivitete, kështu që edhe këta muni sikur pjesë e kësaj shoqërie. Të mjaftueshëm. Këto trajtime kushtojnë mjaft, janë të shtrejta, nëse familja nuk ka të ardhuna të mira financiare, atëherë edhe fëmijët po pësojnë në këtë rast. Kështu që donacionet janë shumë të mirë se ardhura nëpër shoqata, se tash kemi mjaft shoqata që i trajtojnë këta fëmijë. Ka dhe raste sociale, atë sa mund me mbulu, po ka dhe tjerë që nuk mundën me mbulu. Kështu që donacionet janë të mirë se ardhuna që bile këta fëmijë që janë me vështirësi ekonomike të trajtohen nëpër qendra me terapi të ndryshme, edhe nëse ta kenë edhe ata ma lehtë inkuadrimin në këtë shoqëri. Po, ka qenë vështirë, po në rastin me Yllin edhe jo qatë, se u pranu shumë mirë në shkollë, Ylli ka kryer 9 vjeçaren, ka pas fatin, i ka pas shok të shoqe shumë të mirë në klasë, e ka kuptuar shumë mirë, pastaj kemi pa më vonë talentin e tij në muzikë, tash kur e kemi drejtuar në muzikë, ajo shumë i lumtur në botën e vet,
po na prind i kemi mas qetësum se sa ylli, po nuk do me thonë që është njëjtë është edhe me fëmijë tjerë, se nuk pranohen të gjithë njëjtë sikur ylli. Ka ditësodit edhe bullizimet ndryshme në shkollë, i keq trajtojnë ndoshta, po me yllin kemi pas fatin e mirë. Mesazh shkurtim, pranoni këta fëmijë, jepni dashuri sa më shumë, inkuadroni në çfarëdo aktivitete se jemi të gjithë të barabartë. Ylli e gjen veten më së shumti në muzikë, prandaj vendosi të na dhuronte disa tinguj magjik nga instrumenti i tij i preferuar, kitarja. Të frymzuar nga interpretimi i tij, vendosëm t'i bashkohemi edhe ne kësaj performance unike, duke kënduar së bashku këngën Trëndafili i Çelës. Po du me falendruar Erioni për krejt rëfimet që na i ka sjellë sot edhe mbi gjitha për këtë performancën që e kishte bashkë me Yllin. Kështu që falenderit shumë dhe por i kthena te miqtë e mi. Bardha, do doja që këtë bisedë ta përmbyllni me juve, me atë që ndërlidhet me gabimet që bëjnë më së shumti prindërit që kanë fëmijët e prekur me spektrin e autizmit. Ju e përmendet, t'i pranojmë ashtu si janë, të mundohemi t'i udhëzojmë dhe t'i bëjmë në pa më të mirat e tyre. Çfarë tjetër të bëjmë? Të kërkojmë ndihmën tek profesionalët, të profesionalistët dhe të vazhdojnë trajtimin. Mos fillojnë dhe të ndalim në gjysë, po kthehemi prapë edhe tek emat që ceki më herët, domethënë trajtimi kur fillon duhet të vazhdohet, sepse në atë moment që ndërprehet trajtimin, domethënë në farë mënyrë gjithë puna thuje se bie në ujë, ka raste edhe që vazhdon progresi, por janë të rralla. Kisha thënë që gabimet më të shpeshta tek prindërit janë këto, ose mendojnë që për disa muaj nëse vjen ose disa javë, zakonisht muaj, një fëmijë atëherë mendojnë që është e mjaftueshme dhe ndërprejnë, sado që ne i inkuadrojmë, domethënë që të vazhdojnë. Por ndoshta nuk është e qëllimshme nga ana e tyre, por kisha pas dëshirë të vizhdisojnë në këtë pjesë që trajtimet nga profesionalistët janë të duhura për fëmijët në spektër, të prekur prej spektrit. E qartë. Zotri, po du me përmbyll me juve me lajmin që e patëm sot që do të bëhet ndërtimi i një qendre për personat e prekur nga spektri autizmit në Graçanit, nëse nuk gaboj. Në fakt ne kemi pasur nisma të paskoshme për të ndërtuar një objekt, për të pasur një qendër që do të dedikoj prindërve dhe fëmijëve, me thekse me qanë, fëmijëve të cilët janë të prekur me spektrin e autizmit. Cilat janë shpresat e juja për këtë projekt të radhës? Shpresat tona janë të mëdha, se e ka marrë përsi për zotri Halil Kastrati, i cili ka përvojt mirë në organizimin e këtyne qendrave dhe që ai e pranon vetë që ky është një mega projekt, është ndoshta trallë tillë ka edhe në Evropë, mësëm në rajon nuk ka fare, ku është e paramenduar më kon komplet edhe qendra ditore për trajtimin e fëmijëve, po edhe rezidenciale për ata që nuk kanë mundësi, edhe çka është shpresa më e madhe që aty do të jenë të mbuluara shpenzimet nga vetë donatorët. Ai vetë shprehi sot që disa prej donatorëve veç janë paraqit, diku 8 milion euro veç janë mbledh, ndër me thonë edhe ka tjerat premtime në bukur, ka herë prej shteteve arabe, prej Karitasit e prej këtyne, a i bashkunan me të gjithë, kështu që me gjitha gjasa tash veç aspektin ndërtimor ka mbet, se financat jënë siguru, vullneti i tina është, shteti ka dhonë lokacionin, kështu që tash presim se për ndryshe sfida kryesore të gjithë prindve me autizëm është çka do të bëhet në ta kur na vdesim. E tash veç është një shpresë, edhe që unë shumë shpesh po e përsëris, sado që është mega projekt.
kuptohem, nuk kam i plotësu të gjitha nevojat për Kosovë. Prandaj, lirisht i ftoj kush ka projekte të tilla le të vazhdon, mos të heziton me thonë jo u përmbyll me këtë apo e kreu ky, kush do ka projekte, ka me pas nevojë se numri fëmijëve me autizëm është shumë i madh edhe është në rritje. 1 në 39 është shifrat e fundit. Zotërice, unë të falenderoj shumë për kohën që ndave për emisionin tonë, falenderit edhe juve bardha. Unë e qmoj çdo fjalë dhe çdo kontribut që ju keni dhënë sot. Në këtë takim uroj dhe shpresoj që ky emision t'i ketë bërë së pari prindrit, më pas familje dhe shoqërinë të kuptojnë rëndësinë e këtyre fëmijëve dhe faktin që ata mund të jenë më ndryshe, por që ka një botë të mrekullueshme. Thjesht duhet t'i lejojmë që të na e shfaqin këtë botë dhe edhe ne të bëhemi pjesë e botës së tyre. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për juve.